Që ti ati që të thomë, se s'ka ti ndasëm. E lypë dhe prej ati dasmorit pëse nuk kuftove. Ta shamëre që nga treku si pas mendimit tëmë se kushti nuk rriva. Kjo që ndodhi sot nuk është në praktikën parlamentare. Si që dini gjithmonë kryetarët e kuvendit janë zgjedhur me votë të hapur. Përveç që nuk është në përputhje me praktikën parlamentare kur votimi fillon. Në mes të votimit nuk mund të ndryshohet forma e votimit. Dhe mendoj që duhet të kthehemi praktikës parlamentare dhe duhet të kthehemi rregulla. Kryetari i kuvendit, kryetari të zgjedhur me votën e hapur dhe nuk mund të ndryshohet, duhet të vazhdohet ashtu. Krejt këto që tash në hyrje mund të bëhen kur të krijohet shumica. Po m'vjen mirë që ato që kam thënë para 2 muajve, që njerëzit duhet të takohen e të bashkëbisedojnë. Sot dhe më zimujë po ndodhi, takime tilla duhet të ndodhë. Shpresoj që vlerësimet dhe analizat të bëhen njëjtë për të gjithë dhe nuk ka pas nevojë me shku 2 muaj për të ardhur këtu që ka ndodhur kjo sot takime. Politika kështu bëhet, politika kështu bëhet. Kur ju bashkëbisedoni, mundi më pajtu, mundi mos më pajtu, takohej sepse Kosova është e përbashkët, është në interesin e gjithëve. Tentoni bëni përpjekje me gjithë zgjidhje, nuk do të thotë që gjithmonë arrini zgjidhjes, po nuk duhet asnjëherë të përjashtohen mundësitë të takimeve, bashkëbisedimeve të temave. Edhe ja, po m'vjen mirë që ato që e kam thënë para 2 muajve, për tema nacionale, për tema të shtetit, gjithmonë duhet të dialogohet, e tentohet të ngjihen rrugë që ndihmojnë Kosovën. Shpresoj. Nuk e di pse, po nuk është rregull. Dhe vjen mirë që deputetët e Parlamentit të Kosovës nuk ranë në shkeljet e praktikave dhe të vetë ligjit. Shpresoj që tani mojnë shterur gjitha këto mundësi dhe të ndërtohet ajo që thash. Nuk zgjidhen organet e kuvendit edhe qeveria pa pas shumicën parlamentare. Unë mendoj që këtë pyetje duhet me apo atë që sipas jush. Që ti atë që të thomë, se s'ka ti ndasëm. Duhet me tim. E lypë dhe prej ati dasmorit pëse nuk kuftove. Ta shamëre që nga treku si pas mendimit tëmë se kushti nuk rriva. Shiqeni, duhet me pyet ata. E rëndësishme për mua është ajo që unë e kam thënë tash para 2 muajve. Dhe ajo po vim të ato që kam thënë para 2 muajve. Që duhet të takohen njerëzit, të bashkëbisedojnë, të pajtohen apo të mos pajtohen. Kjo është rruga që duhet ndiqet. Është praktika parlamentare, kryetari i kuvendit zgjidhet me votë hapur dhe ne si nisma morëm pjesë që keni pa në votim, ashtu siç e njohin praktikat parlamentare dhe sipas ligjit. Nëse variant tjetër që bën shkarje nga praktikat parlamentare dhe në shkelje ligjit, ne nuk kemi pjesëmarrës në ato procese të votimeve.